Nëse ne mendojmë se me pas pare i kënaqur, unë tash e kam një ndodhi me një vajzë e ka pas emrin Kristina Unasis, ka qenë greke. Kristina Unasis. Vajza e një miliarderit të madh të njohur, Unasis grek ka qenë. I ka vdek baba, prindja ka dhënë krejt miliardet e ka lënë. Kjo e vetë me vajzë që e ka trashëgu pasurinë e prindit vetë babës me. Pastaj e vendos normale, mu martu, është martu me një Amerikan. Edhe ai pasanik, mirë po se njërë marrë vesh, në brenda 6 mujve, janë shkurërzu. Hajde, ma vonë e ka gjetë se kjo imperialiste, kapitaliste, demokrate, e ka gjetë një rus. Unë jam duke folë, kjo ka ndodhë shumë ma herët, kur ka qenë Bashkimi Sovjetik, rus, bolshevik, komunist. A pjoj kjo demokrate komunist, pjoj, barja i lith, demokrate komunistat gjithë ditën bashkërinë. Kur vjen puna në para, këtë dënjoja vrapojnë pas arabëve, ku ka naftë. Ku s'ka naftë, asnjë nuk shkon. Edhe kjo, vajza është martu me atë rusin, së në është marrë vesh, u ka nda. Ajde u ka martu me një frances, edhe ma të u ka nda. Edhe ka sekretar, thonë, qka për puna? Thot ty, po i merë njerëzit e shkollume, të menqër e pasanik, thot po, se po gjejk në si rahatis po kam. Unë e ku marrë i bukër i heshëm me kravate, veshte mire, sintë, supere. A më rahatis po kam, s'pjam rahat. Edhe në fund, si ka përfundu kjo? Në Argentinë kanë gjetë dikun në plash atje, ndetit vdekur. Pasanika me miliardë në duke full. Pse shkoti të kërkoj klasin, shkoti, e qka do është me ba? Ti shtaku kjo me një motër muslimane tona. Ama hiq më s'kish ditë. Veç kërë e kish veç, si ki punë, kish dhamë dhe një muslimane, mi kish thonë valla u knaqa. Qish bu knaqa, njënin qarap të kush njënin zi, më në që kështu knaqëmi, pse se unë iman kam. Mantillin pa peglat, qka ka lidhe me peglat, pa e peglat, unë e knaqë, unë u binë sejtë dhe knaqë. Të veç që shtaku me një, ose ta kish zetë me dhe një muslimant mirë, se dhe këto muslimant e tonë, Hoxhon të martohën, dhe atje, unë zdim që këni marrin do ma fukara se vetja. Mirë, po këto janë situata që ndodhin botë, unë vetëm një shembull, asa shembull sa mbreti ekziston sot edhe nuk ka rahati, e sa pasaniki nuk ka rahati, e sa mjeku që është i njoftën ndërkombëtarisht nuk ka rahat, e sa ekonomisti, e sa ka shumë njerëz. Shumica e njerëzve në botë nuk janë rahat.